Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Përshëndetje. I dërgojmë mbi mëzjedhën e njerëzimit profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, fi shokët e tij. Dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar është krijuesi absolut. Zoti i gjithësisë është ai që ka krijuar gjithçka. Allahu i lartësuar është ai që na ka krijuar ne. Dhe Zoti i gjithësisë është ai që na ka dhënë mirësi pafund. Allahu i lartësuar na ka krijuar ne si njerëz me një qëllim madhor. E kjo është me adhuruar për një vetë, me njësuar Zotin e gjithësisë në adhurim. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar, thot Zoti i gjithësisë, vetëm që të më adhurojnë. Ky është qëllimi pse Allahu i lartësuar na ka krijuar. Përsa i përket këtij adhurimi që ne po kryejmë këtë ditë, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush e agjeron Ramazanin duke besuar dhe shpresuar, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Duke besuar. Pra, e kushtëzon shpërblimin e këtij adhurimi madhështor me besimin. Dhe patjetër, baza e besimit është njësimi i Allahut të lartësuar në adhurim. Baza e fesë, themeli i fesë është me njësu të madhin Zot. Allahu i lartësuar nuk pranon Zoti i gjithësisë dhe është i lartësuar për çdo pranësie. Nuk pranon Allahu i lartësuar që të ketë me të ortak. Të ketë me të dikush që adhurohet përveç tij. I lartësuar është Zoti i gjithësisë nga mëndësit. Allahu subhanahu wa ta'ala gjithë profetët i ka dërguar me këtë qëllim. Dhe nuk kemi dërguar para teje profet vetëm se kemi shpall atij, se nuk ka adhuruar me të drejtë përveç meje, thot Zoti i gjithësisë. Allahu i lartësuar kur i thoni drejt për drejt Musait alayhi salam, fjala e parë: "Innani ana Allahu la ilaha illa ana." Unë jam, tha Zoti i gjithësisë, Allahu nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç meje. Zoti i gjithësisë. Profetë të Allahut lartësuar, porositë e tyre për fëmijët e tyre, pasardhësit e tyre ishte pikërisht kjo gjë. Dhe profeti ynë sallallahu alaihi wasallam e lusë Zotin: "Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik", o rrotulluesi zemrave, boje zemrën time të qëndrueshme në fenë tënde. O feja pa tauhid, pa adhuru Zotin e gjithësisë një të vetëm, nuk është feja. Nuk është ajo feja që kënaqet Allahu i lartësuar me robërit e tij që ta kenë. E ne si musliman, në çdo namaz, në çdo rekat, lutemi dhe themi çfarë themi? Lexojmë surën Fatiha: "Iyyaka na'bud", vetëm ty të adhurojmë. Çështja e tauhidit është baza kryesore. Pa të nuk pranohen veprat, pa të nuk pranohet as agjërim, as namaz, as kjo. Kjo është ajo që ja mundëson njeriu lumturinë këtë botë. Besimi dhe adhurimi Allahut të lartësuar. Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon në Kur'an: "Cili do mashkull apo femër që bën vepra të mira duke qenë besimtar, pra duke realizuar këtë gjë, do t'ja mundsojmë atij një jetë të mirë, ja premton këtë botë." Në botën tjetër, kur vjen varg njeriu, çështja e parë që do të pyetet është pikërisht kjo gjë: kush është Zoti yt? Zoti yt, pra i adhuruari yt, atë që t'i adhuron. Dhe Zoti i gjithësisë na thot në Kur'an: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allahu i bën qëndrueshëm ata cilët kanë besuar, pra kanë realizuar këtë tauhidin, adhurimin e Allahut të lartësuar, me vepra të mira i bën qëndrueshëm që të bëjnë vepra të mira në dynja dhe në ahiret në varg.
kanë mundësi me u përgjish pyetjeve të famit. Vllai, motra ime, profeti ynë sallallahu alaihi wasallam, mundohej që këtë gjë me mbjellë në zemrat e të rinjve, e fillestarëve, e njerëzve që janë hapat e para të fesë, kur dërgoi Muadhin në Yemen për të thirrë ata me adhuru Allahun e lartësuar, çështja e parë në këtë gjë i thoi. Po ashtu profeti ynë sallallahu alaihi wasallam një herë e merr djalin e xhaxhait të tij dhe i drejtohet duke i thënë: "O djalosh, unë do t'i mësoj disa fjalë. Ruaja Allahun të ruaja ai ty. Ruaja Allahun, pra ruaj dispozitat, urdhrat e Zotit, që Zoti i gjatësisë të ruaj. Ruaja Allahun, ta gjesh atë krahpeje, pra ndihmën tënde, Zoti i gjatësisë. Wa idha sa'alta fas'alillah." Dhe kur lutesh, lutju Allahut. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Dhe kur kërkosh mbështetje tek Zoti i gjatësisë. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam mundohej her pas here që sahabët dhe neve si ummet na mësonte këtë gjë. Edhe ne patjetër këtë gjë duhet që t'ja përcjellim të afërmit tanë. Ne këtu elhamdulillah, të gjithë adhurojmë Zotin e gjatësisë një vetëm. Të gjithë distancohemi nga idhujtaria, nga veprat e idhujtarisë, por këtë gjë duhet me ja përcjell të afërmit tanë. Duhet me ja përcjell njerëzve që të rrethojnë, me i ftu ata që na adhuru Zotin e gjatësisë, se kjo është ajo që na mundson njeriu xhenetin botën tjetër. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam thotë një hadith: kush fjala e tij e fundit është la ilaha illallah, hyn xhenet. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Kush fjala e tij është kjo fjalë, pra e fundit, hyn xhenet. Po ashtu thotë një hadith tjetër: men mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Kush ndron jetë duke mos i bërë Allahut shok, hyn xhenet. Ndërsa sahabiu që e transmeton këtë hadith thotë, ndërsa unë thotë, them, kush ndron jetë duke i bërë shirk Allahut, hyn zjarr. Prandaj ajo që ja mundson njeriu pikërisht futja në xhenet është realizimi i tauhidit. Dhe në Ramazan patjetër që këtë gjë e mësojmë. Muajin e Ramazanit patjetër që këtë gjë ne realizojmë dhe përpiqemi me realizu me këtë adhurim, që e bëjmë vetëm për Allahun e lartësuar, e lutë Zotin e gjatësisë që të na bëjë për atyre që jetojnë me fjalën la ilaha illallah, dhe ndrojnë jetë pikërisht me këtë fjalë dhe hyjnë në xhenet, pra duke realizuar fjalën la ilaha illallah, që është dëshmia Allahu shpërblet mirë.